Vrasja e gjykatësit Kalaja, mendoj është ngjarja më e rëndë në Shqipëri nga kur jam në jetë. U qellua sot rendi kushtetues. Nuk ka krahasim ndodhje sot me krimet ndaj personit, sa do të tmerrshëm të kenë qenë, sa do emër e jehon të kenë pasur. Mendoj se jemi tepër larg kuptimit të shtetit. Shoqëria jonë nuk ka asimiluar idenë dhe nevojën themelore, bazilare, për një organizim territorial të jetës së përbashkët. Anarkia e kokshkrepja mbretërojnë, janë të justifikuara, janë normale në vendin tim. Shteti pra mbetet një opcion. Ligji është ligj kur leverdis, përndryshe është opcion edhe ai. E bëjnë shaka ata që kërkojnë rëndimin e dënimeve, ashpërsimin e tyre, ose janë thjesht sipërfaqësor, nuk kanë kuptuar ose nuk duan të kuptojnë se keqja qëndron tej. Qëndron tek varfëria, në çdo kuptim të këtij termi, tek tolerimi i anarkisë, tek mungesa e arsimimit dhe edukimit qytetar. Na ka ngrënë vija librat, si thuaj dikur, ka më shumë se 2-3 vjet që sot duhet kishin dhënë dorëheqjen, pa kthim, por me që nuk ndodh, është një fakt tjetër që vërteton atë që dhija na i ka ngrënë librat vërtet, deri në nivelet më të larta.